والله لم تجد عندهم إلا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب. Ka thonë Hudhaifja radiallahu anhu, kur e ka pyetur për këtë sherrin që do të ndodh, ka thonë yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wala yastanuna bi sunnati. Do të thonë do të ketë pas meje pushtetar të cilët nuk ecin sipas sunetit tim dhe nuk udhëzohen sipas udhëzimit tim. Prandaj thash në këtë transmetimin paraprak se janë për qëllim pushtetarët. Dhe në mesin e tyre do të ketë disa njerëz që i kanë zemrat e shejtanëve në trupat e njerëzve. Thotë, kjo është gjendja e tyre. Kjo është gjendja e këtyre pushtetarëve. Do të thënë realisht kanë zemrat e shejtanit në trupat e njerëzve. Mirë po, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se ka thonë Hudhaifja si të veproj nëse ndodh kjo kohë, ka thonë tasma'u wa tuti'u lil amir. Do të thënë dëgjon dhe i bindesh pushtetarit. Shikoni, do thotë ky është i njëjti hadith. Do të thënë ne nuk themi se kur pra është obligim të bindemi pushtetarit, do të thënë se ai është Ebu Bekri ose Omeri ose Uthmani ose Aliu. Por do të thonë ka mundësi që me të vërtetë është shumë i keq. Mirë po, bindja ndaj tij, do të thonë bindja ndaj tij do të thotë mos shkaktimi i rebelimit dhe trazirave. Ky është qëllimi. Do të thonë këta e bëjmë për shkak se na ka urdhëruar Allahu dhe na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe bindja ndaj pushtetarit ka dobi të shumta, kurse rebelimi ka dëme që me të vërtet kush ka zemër të shëndosh edhe logjik të pastër, i shet dëmet e maramense. Pra i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta njerëz, ka thonë tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk. Do të thonë ta dëgjosh dhe ti bindesh pushtetarit edhe nëse të rrihet shpina, wa ukhidha maluk, edhe të merret pasuria, fasma' wa ati'. Atëherë, dëgjo dhe bindu. Pra, ta dëgjosh dhe ti bindesh pushtetarit, edhe nëse të merret pasuria dhe të rrihet shpina, dëgjo dhe bindu. 2 herë ka përsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse vjen, kjo do të thonë ishte Sahih Muslim. Vjen qëndrimi Ashari, thot, ama ata çka thonë, isma' wa ati'. Ngo edhe bindu. Kush janë ata që thonë? Do të thonë kështu publikisht nuk janë ban ta përmendin kush janë konkretisht kush është ai, kurse në rrethe private thonë rëbjovcat. Rëbjovcat thonë dëgjoj isma' wa ati'. Do të thonë Sahih Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Hudhaifës radhiyallahu anhu, dëgjoj dhe bindu. Edhe ka përkthen ngo dhe bindu nëse kryetari ta merr pasurinë, ta rreth shpinën. Ama ata çka thonë, isma' wa ati'. Ngo edhe bindu, edhe nëse kryetari ta merr pasurinë edhe ta rreth shpinën, apo dhe ma ka kinet edhe gruajnë ta morë edhe fëmijën, ti ngoj ata. Do të thonë Sahih Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Hudhaifës radhiyallahu anhu, dëgjoj dhe bindu. Edhe ka përkthen ngo dhe bindu nëse kryetari ta merr pasurinë, ta rreth shpinën, edhe ta merr shtëpinë. Apo ai krejt në ti marrë, edhe gruajen edhe fëmijën ti ngoj ata. Do të thonë kjo është tallje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si tham, nëse e di që këtë fjalë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu na ruajt prej gjendjes së tij, por shpresoj që është ignorant edhe nuk e di se çka i del prej kokës, edhe nuk e di se çka flet, edhe ndoshta arsyetohet me ignorancë. Përndryshe, nëse thot se e di shumë mirë, atëherë le ta di se duhet të kthehet në Islam. Do të thonë kështu, kjo tallje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, do të thotë, është shumë e rëndë. Edhe kjo është ti sjellësh shembuj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kur të urdhëron diçka, atëherë ky i sjell shembuj. Ama ata çka thonë, isma' wa ati'. Ngo edhe bindu, edhe nëse kryetari ta merr pasurinë edhe ta rreth shpinën, apo dhe ma ka kinet edhe gruajnë ta morë edhe fëmijën, ti ngoj ata. Kjo vëzër, këto kur munohen me përshkujt pejgamberin sa mësi, a e kuptoni se munohen me përshkujt një pejgamber tut? Kjo tallje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
është, do thotë, është shumë e rëndë. Edhe kjo është ti sjellësh shembuj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kur të urdhron diçka, atëherë ky i sjell shembuj për ta refuzuar. Si, do të thonë edhe kjo nëse ndodh edhe kjo, dhe kjo nuk lejohet në Islam.